Tu jemi në fabrikën e kafes, mu në zemër të Hamburgut. Dhe gjëja më e veçantë është se këtu ka 5 lloje të ndryshme kafesh, të cilat ndryshojnë vazhdimisht. Janë këto të errtat, të hapurat, vegetariane ta quajmë, që ka të bëjë me bimët, të ëmblat dhe të thartat. Secila nga këto ka shije të ndryshme. Danke. Kjo është Forte Espresso, 60% arabik dhe 40% robust. Gëzuar. Vetëm për kafe. E kafes këtu që ka dhe... Ja, është e gjitha është kështu me kompjuter, është goxha e organizuar si gjë. Edhe ambienti është super. Shiko pak atje prodhohet e gjitha, pastaj vjen këtu poshtë. Këto të dyja janë kafe espresso. Njëra është e tharë dhe tjetra hyn tek shijet e ëmbla. Ka shijen e kakaos kur e provon dhe pastaj të jep atë çokoladën e tharët, kurse kjo tjetra është me lajthi. Do ta provoj. Kjo ta jep atë yllësinë që në fillim dhe pastaj ambëltohet. Janë fantastike të dyja. Kush është për një kafe në mëngjes herët në Hamburg? Pa një kafe nuk shtyhet emigracioni. Ju përshëndes.